Identifikohet vrasësi i biznesmenit të Elbasanit Ilir Rexhepi, vëllai i ish agentit antidrogës Roland Rexhepi që u ekzekutua 2 vjet më parë. Bledar Muça akuzohet si ekzekutori 40 vjeçarit dhe sipas policisë dyshohet se ngjarja ka motiv hakmarrjen. Aktualisht Muça është shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi me datë 3 janar ka mundur të kalojë në Greqi nëpërmjet kapshticës, i ndihmuar nga një kontrollor i kësaj pike kufitare. Pas hetimeve nga shërbimi i kontrollit të brendshëm, është vënë në pranga efektivi i policisë së kapshticës Ardian Çekiçi, i cili akuzohet se ka lejuar kalimin e vrasësit që ishte pajisur me një pasaport biometrike me identitet tjetër. Viktima mbante postin e presidentit të një shoqërie të policisë private në Elbasan. Ai u qellua me pistolet në qendër të qytetit, ndërsa po dilte nga një lokal dhe një plumë në zemër i shkaktoi vdekjen. Por sipas burimeve policore, ai mundi të kundërpërgjigjej me armë dhe mendohet të ketë plagosur autorin, pasi rreth 40 metra më larg u gjetën njolla gjaku në tokë. Në korrik të vitit 2009, vëllai i Rexhepit i njohur me pseudonimin Doda, ish truproja e Edmond Kosenit, u ekzekutua tek dera e garazhit. Pas ngjarjes u arrestuan 4 persona, por vetëm 2 prej tyre u vënë në akuzë si autor të vrasjes. Procesi gjyqësor ndaj Armand Llakajt dhe Marius Tafës vazhdon në gjykatën e Elbasanit. 2 muaj më parë, prokuroria ka kërkuar 48 vjet burg për 2 të pandehurit.